Pema që dëgjonte. Në një fshat të qetë, në mes të një fushe të gjelbër, qëndronte një pemë shumë e madhe dhe e vjetër. Banorët e fshatit e quanin Pema që dëgjonte, sepse thuaj se ajo mund të dëgjonte mendimet dhe ndjenjat e njerëzve që i uleshin pranë. Fëmijët e fshatit e adhuronin. Shkonin çdo pasdite, i rrëfenin sekretet e tyre, ëndrat dhe dëshirat më të fshehta. Edhe të rriturit, në momente trishtimi apo dyshimi, uleshin poshtë saj dhe flisnin me zë të ulët. Një ditë, një djalë i vogël me emrin Lisi, i mërzitur nga zënka e prindërve, shkoi dhe i tha Pemës: "Do doja të isha një zog që të fluturoja larg." Të nesërmen, ai gjeti poshtë pemës një pemë të vogël blu dhe një letër të vogël që shkruante: "Fluturo në zemrën e atyre që të duan, aty është vendi yt." Ai buzëqeshi, mori pendën dhe shkoi t'i përqafonte prindërit. Ndryshe nga çpritej, ata qeshën dhe u pajtuan. Që nga ajo ditë, Lisi e vizitonte pemën çdo javë, jo për të qarë hallet, por për të falendëruar.